Sot në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore u mbajt ceremonia e absolventëve ku me emocion dhe krenari kapelat I hodhi gjenerata e 21 me radh. Në këtë ceremoni përveç studentëve të pranishëm ishin prindër, familjar, përfaqësues të trupit diplomatik, autoritete lokale, si dhe stafi akademik dhe administrativ I universitetit. Në fjalimin e tij, kryetari I bordit të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, Klaus Tochterman, u drejtua me një mesazh frymëzues për të diplomuarit. Tani si të diplomuar, përgjegjësia juaj është të merrni atë që keni mësuar dhe ta përdorni për të bërë një ndryshim domethënës. Lërini njohuritë, aftësitë dhe vlerat që keni fituar në UAJL, që udhëheqin në rrugën tuaj përpara dhe t'i frymëzojnë ata përreth jush, tha ai. Ndërkaq rektori I Universitetit të Evropës Juglindore, akademik Abdulmenaf Bexheti, gjatë fjalimit të tij përshëndetës, theksoi rëndësinë e diplomës si një pasaportë e fuqishme në tregun global. Diploma juaj është pasaporta më kredibile edhe për tregun perëndimor, qoftë për të vazhduar ngritjen tuaj akademike dhe profesionale, por edhe për të konkuruar në tregun e punës, tha Bexheti, të cilit pas 3 muajve I përfundon mandati. Sot qëndroj krenar para jush për të festuar një ditë nga ditët më të rëndësishme të rrugtimit tuaj akademik, diplomimin tuaj. Në këtë ditë kulmore të një pune të palodhshme, me orë të gjata dhe net pa gjumë, që ka kontribuar në rritjen tuaj personale, keni arritur në shtegun e dijes dhe pjekurisë suaj intelektuale. Keni kaluar shumë sfida, por edhe përjetime e momente të këndshme që nuk do t'i harroni kurrë. Dijet e fituara me shumë mund dhe sakrificë gjatë këtyre viteve, 3 apo 4, ju sjellin juve para dyrëve të shtygjeve të reja, atyre profesionale dhe akademike. Në emër të studentëve të gjeneratës së 21, fjalën e mori studentja Njomza Behadini, e cila theksoi se këto vite në universitet kanë qenë më shumë se një rrugëtim akademik. Ato kanë qenë një përvojë e formimit personal dhe profesional. Ky rrugëtim ka qenë më shumë se vetëm studime, por edhe një mësim në këmbgulje dhe vendosmëri. Jam mirënjohëse për këtë arritje, e cila në të vërtetë nuk është vetëm e imja, por edhe sukses I studentëve që qëndrojnë këtu me mua, mbështetjes së profesorëve të mi dhe mundësitë që më janë dhënë këtu në Universitetin e Evropës Juglindore. Tani, derisa përgatitemi për hapat e radhës, jam e lumtur të jem para jush dhe të ndaj së bashku këtë përvojë tonën. Ceremonia e si vjetme e absolventëve dëshmoi edhe një herë përkushtimin e UAJL-s ndaj cilësisë, dijes dhe suksesit të studentëve të saj. Atmosfera festive u plotësua nga performanca e grupit muzikor Energy Band, të cilët krijuan momente të paharrueshme për të diplomuarit dhe të ftuarit. Një emocion I veçantë u përcoll edhe nga parakalimi I absolventëve të 6 fakulteteve të universitetit që kaluan me krenari para prindërve, familjarëve dhe të ftuarve. Himni I studentëve, Zëri I dijes, u këndua nga profesori dhe këngëtari I njohur Agim Poshka, duke simbolizuar unitetin dhe frymën akademike të këtij universiteti.